Dëshiron zgjedhjet e AKJ për shkak të frikës për mos-kalimin e pragut, apo për shkak të çështjes edhe zhvillimit gjeopolitik? Unë jam shumë i bindur që AKJ jo vetëm që e kalon pragun, por do të jetë befasi, edhe na dimë dëshmu që i befasojmë, edhe ata që një farë forme i fërkojnë durë se AKJ nuk e kalon pragën. Qashtu na kanë thonë edhe për komuna, nuk jo nda mirë. Pikërisht bile pe këtu në studio, kur falshin nesmën komunat e tyne i kanë humbë, AKJ ka fitu. Edhe ju e dini që 30% territorit Kosovës afërsisht qeveriset nga AKJ në nivel lokal. Pra kështu që nuk e bajmë atë gajle. Ndërsa është momenti, a i duhen zgjedhjet Kosovës, bota është kanë lyp stabilitet politik. Bota po flasë për mishtanë, pra aleat tanë. Kosova është ka e lyp njëtin sen. Nuk jemi ka e kontestojmë majorancën e zgjedhjeve. E tha dhe ky zotnia që e kom s'ken brapa. Tha i keni pranur rezultatet, fix. Në me thonë, nuk është ka i konteston kush, ti e në qeveri shumë stabile, se vlave jam nuk ullësh me 2 partit pra mi a ofru një emën konsenzuale edhe me zgjedhë presidentin.